Shoqata Bitë e Shqipës organizon takimin e adhuruesve të librit, nxënës dhe prindës të shkollës Gjuha Jon me shkrimtarin e mirënjohur për fëmijë Gaqo Bushaka. Për shumë e shumë breza, për shumë adhurues të librit, pas një mëdyshje, Gaqo Bushaka mbetet shkrimtari më i suksesshëm i letërsisë shqipe për fëmijë, mirënjohje dhe respekti për të u shfaq ditën e diel në 6 prill në mjedisët e shoqatës Bitë e Shqipës, në takimin me autorin që ka krijuar dhe zhvilluar fantazinë e fëmirisë sonë nëpërmjet pralla dhe fabula unike, Gaqo Bushaka. Kryetari i shoqatës Bitë e Shqipës, Dritan Matraku, e falenderoi të gjithë pranishmin të shkrimtarin Gaqo Bushaka, i theksoi sa e rëndësishme është shkrimtaria e tij dhe njohja e fëmijëve me librat e autorit. Zoti Llazar Vero falenderoi shkrimtarin për praninë e tij dhe vlerësoi gjithë kontributin, risit, vlerat që pena e Gaqo Bushakës ka sjellë në letërsinë shqipe. Zonja Mimoza Sotiri, mësuese e shkollës shqipe, prezantoi veprat më të rëndësishme të autorit, edukimin dhe vlerësimet. Ajo theksoi se çfarë solli Gaqo Bushaka me personazhet e Çufës, Bubit Kaçorel, Tipit, që edhe pse personazhet fabulave prezantojnë fëmijët në kompleksitetin, gabimet, sinqeritetin e moshës. Ajo vlerësoi humorin dhe imagjinatën fantastike që shfaqet në veprat e Gaqo Bushakës. Shkrimtari Gaqo Bushaka lexoi një pjesë të librit të njohur Aventurat e Çufës, shumë emocione përcolli leximi i tij. Shfaqja e filmave vizatimor të realizuar nga veprat e Gaqo Bushakës do të kushtonte të gjithë nxënësit para ekranit, ndërsa të rriturve do t'i ngjallej dëshira për të rilexuar veprat që shënuan fëmijërinë e tyre. Autografe dhe fotografi me shkrimtarin e madh, qenit mbesin qeni me urtësinë, talentin, botën krijuese, më shumë se adhurim dhe mirënjohje për këtë autor. Sigurisht nuk do të mbeteshin prindërit e shkollës sonë që ndihmuan në shndrimin e këtij aktiviteti në një takim miqësor. Faleminderit zotit Gaqo Bushaka që ishit me ne, faleminderit dhe mirënjohje pafund për ata që na ke dhuruar universin tuaj letrar unik. Të faleminderim të veçantë shkon për sponsorizuesit e këtij aktiviteti, Interglobe Press, Barbaros Suit, Kati Verdi dhe Marinela Verdi. Gjithashtu falenderojmë prindërit dhe për dhurimet bujare. Lidhe Ervin Moni, Artila Gogolli, Armelinda dhe Olga Liço, Ilva Duda, Ankeleta Lupi, Ardit Nazeraj, Ilda Budo, Elda Jani, Artur Dëmollari, Lezina Refugjati.